Gjani Supersport, Berat, momenti që gjithë prisnin prej 8 vitesh ka ardhur. A jemi gati për marrë një fitore për të afruar shumë me Europianin nesër? Moment që 8 vite nuk e di, ndoshta kështu e shihni ju, ne ndeshje për ndeshje, besoj në futboll duhet ta fokusohesh ndeshje për ndeshje, sepse nuk e din ç'a vjen pastaj. Kështu që momenti sigurisht që është një moment i bukur, i vështirë, po prapë jemi shumë gati të përballemi këtë ndeshje. Erion Tote, televizioni Klan, keni pasur dëshirën, keni akoma dëshirën, duket edhe vullneti i lojtarëve për të luajtur në këtë ndeshje. Mirë po nga ana tjetër ekziston edhe mundësia e euforisë. Si mund të arrini ta shmangni këtë? Sigurisht që besoj euforia është më shumë nga jashtë, se sa nga brenda. Na e dim vlerat e kundërshtarit, i dim vlerat tona. Besoj çdo ndeshje ka atë të vetën, besoj ka me qenë shumë e vështirë, po prapë besojmë në kualitetin tonë, në ekipin tonë, dhe kështu që përballem me maksimumin dhe do japim gjithçka nesër. Enos Karqo, Rrotësh Sport. Berat, nuk do kesh të herë në krah Ismailin. Sa problem është për një qendërmbrojtje e konsoliduar, ti mungoj njëra pjesë që është edhe e rëndësishme madje. Sigurisht që është një mungesë për gjithë skuadrën, siç është Ismaili, po besoj që kemi lojtarë që janë me vite këtu në kombëtare, siç edhe të tjerë të qendërmbrojtëve, dhe besoj nuk ka me qenë problem. Sidomos edhe për mu nuk është që i besoj njërit më shumë apo tjetrit, i besoj gjithë lojtarët që luajnë me mu njësoj, dhe besoj do t'ja dalimi. Berat, Endi Tufa, Top Channel. Berat, kemi luajtur një ndeshje me Çekin dhe e njohim pak a shumë. Nuk e di si eshe këtë përballje të dytë krahasuar me ndeshjen e parë, pra. A kemi në shanse të bëjmë gjë që bëmi Polonin? Besoj që pam që është një skuadër shumë fizike, që luan shumë me krosime dhe goditje standarde janë shumë të rrezikshme. Kështu që besoj që ka me qenë edhe po thuaj se njëjta ndeshje nesër, besoj kanë shumë kualitet në lojtarët, sidomos në individual. Dhe besoj nuk ishte lehtë atje të luajmë, të marrim barazimin. Besoj se ata kishin më shumë raste, të them drejtën, se sa ne, po prapë ja dolim barazimin, kështu që nesër besoj ta shikojmë, ndoshta kemi ne më shumë raste dhe provojmë të japim gjithçka për ato rastet me të mishënu. Ernest Koçi, Report TV. Berat, si sot 8 vite më parë keni shënuar kundër Armenisë dhe na çohet në Europian. Beson se nesër mund të përsëritet historia? Pash sot në Instagram që ishte 8 vite më parë, më duket si edhe më shumë, po shpresoj ta këshirim, nëse nuk jam unë, shpresoj që do jetë ndaj tjetër, nuk është problem, kështu që më rëndësi është kombëtarja, kush e jep gollin nuk ka rëndësi, besoj që suksesi kombëtarës është në vend parë e pastaj vin tjerë. 7 vite më përpara ti e humbe Europianin dhe ndoshta kombëtarja është pak në borxh me ty këtë radhë. Tani që jemi shumë afër kualifikimin Europian, ke një ndjesi të veçantë që ky rasti të mos humbet, domethënë ndeshja nesër është një mundësi shumë e mirë për t'u afruar dhe për ty personalisht që të shkosh një herë në Europian me Shqipërinë? Ke një ndjesi të veçantë për këtë situatë? Ndjesi të veçantë të them po edhe atëherë kam qenë në kualifikime, pastaj nuk kam shku në, kështu që nuk e di për atë punë të shohim në vazhdimsi, po besoj është ndeshje e vështirë, kështu që kemi 3 ndeshje të vështira dhe besoj janë gjithë vendimtare, pastaj të kualifikohemi do të japim maksimumin dhe besoj jo vetëm tek janë ndeshje, po janë edhe 2 tjera që pastaj vinë, kështu që rrugë për rrugë këshirim ekip për ekip dhe besoj inshallah ja dalë, kështu që Buran Beluli prej televizioni Spektri Bujanoc. Me qenë se Berat po presim shumë prej teje, nëse ndodhë që sonte të sigurojmë kualifikimin, mund t'i premtosh fëmijëve në Bujanoc, Preshevë, Lugin Preshevës, ndonjë premtim që do të vish atje për të festuar? Do vi sigurisht që edhe në qoftë se është e kundërta, sepse kam akoma gjyshin, kështu që
vi me gjithë qef atje me vizitu njerëzit e mi, familjen time. Dhe herët e fundi kam pas pak më shumë kohë, se kështu që me fëmija përbosh pak me familje vetë s'keja shoh, po besoj që do vi rrallë, do vi. Dobrý večer. Česká televize si nám může přeložit jednu otázku. Lorenz asi mluvil hodně o tom, že chybí Ismaili v obraně, tak jak se mu bude hrát bez obvyklého parťáka a jaká euforie teď příští z celého týmu, protože Albánie je hodně blízko historickému postupu. Do të mungoj nesër në krah Ismaili, sa do të ndjesh mungesën e tij dhe si e vlerëson momentin në cilën ndodhet Shqipëria, cila është shumë një moment i veçantë, shumë afër europianit. Se përgjigje anglisht apo shqip? Kjo shqip. Siç e thash edhe më herët, besoj që mungesa do jetë e madhe, po siç e thash edhe më herët, i besojmë çdo lojtar, besoj trajneri merr vendimin e duhur për këtë gjë. Musím se opakovat, jak jsem řekl, bude chybět hodně a to záleží na trenérovi, aby se rozhodoval správně. Për sa i përket afrimit për evropian, besoj që sigurisht që është një moment i Co se týče situací, ve kterým momentálně jsme, je to jeden z nejlepších momentů, ve kterým jsme a zítra bych to nenazýval jako nejdůležitější a každý zápas je pro nás důležitý. Hezký večer, Luděk Zelenka, Česká televize a spolupracovník Mladé fronty. Já jsem se chtěl zeptat, jestli trenér Šilhavý, trenér českého týmu, má velký respekt z té atmosféry, která zítra se tady dá očekávat, tak jestli... Respekt të madh për atmosferën e cila pritet të jetë nesër. Jestli to bude vysloveně výhoda albánského týmu, nebo jestli to může být i kontraproduktivní a může ten tlak být příliš velký na to, aby to ty hráči unesli. Doni që do të jetë në favorin tuaj apo do të jetë në disfavor kjo lloj atmosfere dhe në favor të ekipit çek, kjo atmosfere e nesërme? Për atmosferën besoj që ndoshta vetë trajneri nesër mas lojës mund të flasi vetë siç ishte atmosfera në stadium, besoj që duhet ta pritë që të jetë zjarr siç është një popullin shqiptar dhe besoj është një shtesë për ne dhe co se týče zítřejší atmosféry, bude hodně zajímavá. Zeptejte si trenéra zítra po zápase, jak já znám albánský národ, bude zítra vynikající. Mirë, kjo ishte pyetja e fundit për Xhimin, cilën do ta lëmë tani të lirë të bashkohet me ekipin. Ne do të vazhdojmë me pyetjet për trajnerin.